Pranon vërsinë për të veprën penale? Jo. Për këtë asë me këtë, I akuzuari Polo nuk e pranon vërsinë për veprën penale. I panderi me të arritën në fshatin në fjalë për motivet të panjohura. I panderi e privon nga jeta tani të ndjeri, duke qëlluar në kokë me orë që ndjeri kishte me vete dhe atë pushkën gjysmë automatike. Kush ka këton plak vdekje pluse siç është konstatuar nga raporti i autopsisë. Gjykata si propozoi që të mbrojturën të ndërpres mosën e paraburgimit, po të ja zavendësoj me një mos më të butë, siç është arresti shtëpiak. Datën 23 janar 2025, intervalin kohor për orës 18:30 deri në 20:06 minuta, në fshatin Treshinë në pjesën malore në afërsi të rrugës, rilindje në fshatin Manasteris, komuna e Ferizat, I panderi, me dashje dhe në mënyrë dinamike ka privuar nga jeta tani të ndjeri në Bekëvarë, në atë mënyrë që të dënesh një ditë para ngjarjes kritike. Me datën 22 janar 2025, së bashku me të ndjeri kishte vendosur që të shkonin një viu, respektivisht barak në malet e fshatit Bornek. Komuna e Ferizaj, kontinentit, edhe me po këshin qenë nga 5 boshku, ashtu që pas e furnizohen në ushqim dhe rrethorës 16. Tani panderi me një person të pa identifikuar, në automjetin e tipit kamionet. Në gjyre babë shkojnë e morin viktimit e shtëpia e tij, pastaj me kamionet shkojnë deri te vendi I qutet tek kodi. Rrugën deri tek villa e vazhdojnë në këmbë në përman. Po atë që dojnë deri të nesër pas dite dhe pastaj, po në malet e fshatit Treshinë në këmbë, vazhdojnë rrugën për të kthyer në shtëpi. Ku për shkaqe të panjohura, devijojnë rrugën dhe vazhdojnë në drejtim të rrugës që shpirë në fshatin Manasteris. Po ashtu në përmar, ashtu që me të arritën në afërsi të fshatit në fjalë, për motive të panjohura, po ashtu në përmar, ashtu që I panderi me të arritën në fshatin në fjalë, për motive të panjohura, I panderi e privon nga jeta tani të ndjeri, duke qëlluar në kokë me orë që ndjeri kishte me vete dhe atë pushkën gjysmë automatike. Kush ka këton plak vdekje pluse siç është konstatuar nga raporti I autopsisë. Ndërtash, pas privimit nga jeta trupin e viktimës e mbulon me vaj, dronjë dhe dush. Pastaj me qëllim që ta zhduk në tërësi prova të me shkretësin e tipit Zippo, me mbishkrimin Mollora, të cilën e kishte me vete, I avë plakun sendere, e që në vendin e ngjarjes janë gjetur të djegura disa sende që viktimi e kishte pasur me vete ditën kritike. Ndërsa, pas aktit të kryer, aty rreth orës 8:06 minuta, në mbrëmje, me telefonin e të ndjerit, I dërgon SMS, djallit të vllajt të ndjerit me djallin. Bie, jam nisë në Gjermani me një shok, në Subani Marak, Bor Kallëzojës, kurse me datën 5 shkurt, 2025, gjendet trupi I pajetit të ndjerit nga disa qytetarë. Në shkak ka kryer veprën penale vrasje nga lirin 178 në paragrafin 1.4 të kodit penal të Republikës Kosovës. Faleminderit prokuror. E të ndëgjim me vëmendje. A ka qenë kështu apo nuk ka qenë? E pranon vërsinë për të veprën penale? Jo. Për këtë asë me këtë, I akuzuari Polo nuk e pranon vërsinë për veprën penale për të cilën e ngarkon akuzat të policës në Ferizaj. Që I akuzuari nuk ka pranuar vërsinë për veprën penale për të cilën e ngarkon akuza e prokurorisë themelore në Ferizaj, departamenti për krime të rënda, kryetarja e gjykatës ngarkon të pandehur dhe mbrojtësin e tij, se në afatin prej 30 ditëve mund të paraqitni kërkesën për humbje të akuzës, po ashtu edhe së bashku me kërkesën kundërshtimet e juaja që pretendoni. Fillimisht e mbështet deklarimin e të mbrojturve tim lidhur me pranimin e fajësisë. Njëherët në afat ligjor të paraqesim
kërkesë për fullën e akuzës, si dhe kundërshtimin e prova. Po ashtu, gjykata si propozoi që të mbrojtur e qendër të ndërpres mosën e paraburgimit apo të janë zavendësoj me një mos më të butë siç është arresti shtëpia, e nëse gjykata eventualisht e aprovon propozimin tonë, i mbrojturin premton se do ta respekton në përpikmëri këtë mos. Po që se shen ndonjë rrezik të ikjes apo largimit, mund të ja ndaloj edhe dokumentat e lëvizjes. Prokurori i shtetit lidhur me propozimin e avokatit Ngrojs për zamendësimin e masës së paraburgimit, deklaron. Urdhoni prokuror? Në qenë se prokurori datën 23, në 2025, ku ka praktita të akuzë. Në akuzë ka propozuar që vazhdojnë mosja e paraburgimit për shkak se ende nuk kanë përshkruar sumit për që të cilat arsye konsiderojnë që ende vlen, po ashtu, të qenë ma konkret, propozoj që të refuzohet propozimi i avokatit mbrojtës. Andaj gjykata në avendim lidhur me propozimin e avokatit Ngrojs, duke marrë edhe mendimin e prokurorit të shtetit, gjykata merr avendim që të refuzohet propozimi për avokatit Ngrojs e lidhur me masën e paraburgimit. Për shkak se i akuzuari nuk e ka pranuar krahasim të vetëm të madhe të cilën nga kohët edhe ende nuk kanë pushuar arsye plotësore për ndryshimin e masës së paraburgimit. Dhe për të njëjtën, gjykata do të merr avendim për vazhdimin e paraburgimit. Shërbimi të vësot, mbaroj e të në